Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atamu taslim. Falenderojmë Allahun, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutemi na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona. Allahu na mundsoft dije të dobishme, dije e cilat çon në punë dhe na mundsoft punë të pranuar. Vazhdojmë mësimin e akides tahawije të Imam Tahawit, Allahu mëshiroft. E kemi lënë në fjalën ku ai thot Hayyun la yamut, Qayyumun la yanam. Hayy thot i gjallë, pra i gjalli i cili nuk vdes, ka thënë Qayyumun la yanam. Qayyum në përkthimet që janë dhënë shqip do të thot i vetëmjaftueshëm ose i vetëmbajtshëm. Thot Qayyum, i cili nuk fle. Kuptimi i fjalës i emrit Qayyum do të vi më mbrapa, mirëpo thjesht për t'i dhënë një kuptim shqip. Në këtë fjalë të autorit, Allahu mëshiroft, është pohim i dy emrave dhe dy cilësive të Allahut Gjelle fi ula. Emri El Hayy, pra i gjalli, dhe cilësia e jetës së tij të përsosur, subhanahu wa ta'ala, dhe emri El Qayyum, pra i vetëmbajtshmi ose i vetëmjaftueshmi. Dhe cilësia e Allahut subhanahu wa ta'ala që ai është i vetëmbajtshëm dhe nuk ka nevojë për askënd dhe për asgjë. Argumentet cilat kanë ardhur për emrin e Allahut El Hayy, pra i gjalli, është ajeti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pra ajeti Kursi. Gjithashtu wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Ajeti Kursi thot Allahu nuk është ai i cili nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, është i gjalli dhe i vetëmjaftueshmi. Ajeti tjetër wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetju të gjallit i cili nuk vdes. Ajeti tjetër huwa al-hayy la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Pra, ai është i gjalli i cili nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, kështu që atij kërkojeni lutjet tuaja, pra atij lutjoni me sinqeritet dhe vetëm sipas fesë së tij, pra vetëm për atë t'i veproni veprat tuaja në fe. Gjithashtu një hadith nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam lutej dhe thonte Anta al-hayyu alladhi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Transmeton Imam Muslimi, thot kur lutej profeti sallallahu alaihi wasallam në dua, thonte ti je i gjalli i cili nuk vdes, ndërsa njerëzit dhe xhinët vdesin. Ndërsa jeta e tij e përsosur, subhanahu wa ta'ala, ajo është cilësi e Allahut e pandashme prej tij dhe për shenjtërinë e tij azza wa jall. Ka disa cilësi, pra cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala ndahen në dy pjesë. Janë cilësi të pandashme, sikurse është dija, sikurse është fuqia, jeta e tij e kështu me radhë. Ndërsa disa cilësi të Allahut janë cilësi veprore, që Allahu subhanahu wa ta'ala ka mundësi t'i veprojë ato dhe i vepron, mirëpo nuk janë pjesë e tij dhe të jenë në veprim në çdo moment, sikurse është
krijimi. Prej cilësisë Allahut është që ai krijon. Mirpo, kjo cilësi vihet në zbatim atëherë kur don Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk është cilësi, domethënë që është në veprim në çdo moment, sikurse është dija apo fuqia apo jeta e Allahut. Kështu me radhë. Jeta e Allahut azza wa jall është jetë e plotë dhe e përsosur. Nuk ka pasur në të mungesë, pra që mos ketë qenë në një moment prej momenteve Allahu gjallë. Ai ka qenë gjallë gjithmonë, do të jetë dhe nuk e zë atë në një moment atë çfarë zë njeriu, pra që të shuhet. Dhe nuk ka në të asnjë lloj mangësie, por sa ajo është jetë e përsosur dhe që obligon çdo cilësi të përsosmërisë. Pra jeta e Allahut është e përsosur, nuk ka në të asnjë lloj mangësie. Në moment që mohojmë mangësinë dhe çdo lloj mangësie, pohojmë se ajo është një jetë e plotë dhe e përsosur siç i takon Allahut azza wa jall. Sepse nuk ka ndonjë cilësi të mangësisë, vetëm se po të shikosh që ajo do të kthehet në një mangësi në cilësinë e jetës. Pra Allahu, të gjitha cilësitë e tij janë të përsosura nga që lidhen me jetën e përsosur të Allahut subhanahu wa taala. Nëse jeta, fakti që Allahu është i gjalli dhe jeta e tij është e përsosur, pra nëse një jetë nuk është e përsosur dhe e plotë, sikurse është Allahu azza wa jall, mangësi ke përgjetur dhe në cilësitë e tjera, si në fuqi, si në dije, e kështu me radhë. E në moment që jeta e Allahut subhanahu wa taala është e përsosur, nuk i ka këto mangësi. Allahu është vlerësuar nga vdekja, nga gjumi dhe nga kotja. Sikur se thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu është ai i cili nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, el-hayy el-qayyum, pra i gjalli dhe i vetmjaftueshmi, nuk e kap atë as kotja dhe as gjumi. Pra këtu, në këtë ajet ka mohuar kotjen dhe gjumin. Ndërsa në ajetin tjetër wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetju të gjallit i cili nuk vdes, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam anta al-hayy alladhi la yamut, ti je i gjalli i cili nuk vdes. Dhe në moment që jeta Allahu subhanahu wa taala është jetë e plotë dhe e përsosur, është vlerësuar Allahu i lartësuar nga çdo lloj mangësie e cila nuk i takon përsosjes së tij xhalla fi ula. Ndërsa fjala e autorit i cili ka thënë ti je i gjalli i cili nuk vdes dhe i vetmjaftueshmi i cili nuk fle, nuk do të thotë që me pohimin e cilësisë së Allahut je i gjalli mohohet vetëm vdekja. Jo, me pohimin e asaj cilësie mohohet, pra nëse ne pohojmë cilësinë e Allahut që ai është i gjallë, ne mohojmë vdekjen, po edhe gjumin. Edhe për emrin tjetër të Allahut El-Qayyum, pra i vetëmbajtshmi, i vetëmjaftueshmi, me këtë cilësi, pra në moment që ne pohojmë këtë cilësi, nuk mohojmë vetëm faktin që Allah nuk flet, siç e ka rendit autori. Autori ka rendit thjesht për ta bërë me rim, mbase mirë po kuptimi është që në moment që ne pohojmë cilësinë e Allahut që ai është i vetëmjaftueshëm, ne mohojmë vdekjen bashkë me gjumin.
pra pohimi i jetës së Allahut dhe i cilësisë Allahut se ai është i vetëmjaftueshëm, me secilin nga këto emra dhe cilësi mohohet vdekja dhe gjumi. Allahu thot: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu është ai i cili o ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, i gjalli dhe i vetëmjaftueshmi, nuk e ka pa të as kotja dhe as gjumi. Po ta shikosh, Allahu ka përmend këto dy cilësi dhe pastaj ka mohuar kotjen dhe gjumin. Dhe në moment që Allahu e ka vlerësuar veten e tij nga kotja dhe nga gjumi, normalisht që e ka vlerësuar veten e tij edhe nga diçka që është më e madhe se ajo, siç është vdekja. Në Sahihun e Imam Muslimit thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk fle dhe nuk i takon Allahut madhështisë së tij që të fle. Pra, kjo çështje domethënë nuk i shkon, madje është e pamundur për Allahun subhanahu wa taala, sepse kjo është mangësi. Çështja e gjumit është mangësi dhe njeriu fle nga lodhja. Dhe Allahu, jeta e tij siç tham është e përsosur, nuk e ka atë në një moment prej momenteve mangësi sikurse është lodhja. Tani kalojmë në emrin e Allahut El Qayyum. Ai ka ardhur në Kur'an në 3 vende. E para në surën Bekare në ajetin Kursi, pra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Në fillimin e surës Ale Imran gjithashtu fillon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dhe në surën Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, e do të nënshtrohen fytyrat e robërve për të gjallin dhe të vetëmjaftueshmin. Po ta shikosh që emri El Qayyum në Kur'an ka ardhur për të 3 ajetet ka ardhur i bashkëngjitur me emrin El Hayy. Pra këto 2 emra kanë ardhur bashkë, El Hayy El Qayyum, në librin e Allahut Azza wa Jall. El Qayyum në këtë formë ka ardhur në leximet El Mutawatira. Pra në leximet, fjala El Mutawatir do të thotë një lajm i cili është përcjell nga një numër i madh personash, saqë është e pamundur që ato të kenë gabuar. Të gjithë, domethënë. Edhe kështu e kanë lexuar shumica e selefëve këtë ajet dhe këtë emër të Allahut, El Qayyum, në Kur'an. Disa nga selefët e kanë lexuar El Qayyam, sikurse saktësohet kjo nga Umeri radhiyallahu anhu, se ai e ka lexuar ajetin El Hayyul Qayyam. Gjithashtu është transmetuar kjo nga Ibn Mes'udi dhe Ibrahim an-Nakhai. Është transmetuar gjithashtu nga Ibn Mes'udi se ka pas lexuar El Hayyul Qayyim. Mirpo, ajo që është më e përhapura është leximi El Qayyum. E gjithashtu në kuptim është më i gjerë dhe më i qartë për ta përcjellë kuptimin që ka ky emër i Allahut. Ka ardhur gjithashtu në Sahihun e Imam Muslimit nga hadithi Ibn Abbasit që profeti sallallahu alaihi wasallam kur çohej të falej natën thonte: Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamd. O Allah, ty të përket falënderimi, ti je qayyimus samawati wal ard. Pra qayyim këtu ka për qëllim që ti i mban qiejt dhe tokën, ti kujdesesh për to. O ma fihin, dhe çka midis tyre, dhe ty të përket falënderimi. Gjithashtu ka ardhur në formë, pra ky hadith ka ardhur me formën El Qayyam. Pra Allahumma lakal hamd anta
ente qajjamu samawati wal ard. Edhe kjo ka ardhur po në Sahihun e Imam Muslimit, ndërsa tek Imam Nesai dhe tek Musannefi Abdurrazakut dhe të tjerë ka ardhur El Qayyum, pra Qayyumu samawati wal ard wa ma fihin. Pra ka ardhur domethënë në hadith në të treja format: El Qayyim, El Qayyam dhe El Qayyum. Pra Allahu subhanahu wa taala është Qayyum i qiejve dhe i tokës, është Qayyam i qiejve dhe i tokës, është edhe Qayyim i qiejve dhe i tokës. Dhe kjo cilësia e Allahut në një kuptim gjithëpërfshirës është se ajo përfshin në disa kuptime që tregojnë më shumë se sa një cilësi. Pra tregojnë më shumë se sa një cilësi dhe jo përkthimi që i kemi bërë ne i vetë mjaftueshëm. Një nga kuptimet është, sikurse e përkthyem, pra është ai që qëndron me veten e tij dhe që është i pasur dhe nuk ka nevojë për të tjerët. Dhe ky kuptim kanë rënë dakord që është nga kuptimet që qëndron. Kuptimi tjetër është që ai kujdeset për krijesat dhe ai që i merr përsipër pra mirëmbajtjen dhe kujdesin e tyre. Kështu që ai mban dhe kujdeset për çdo nevojë të krijesave të tija. Me këtë kuptim janë shumica e dietarëve në moment që erdhën dhe bën tefsirin, pra komentimin e emrit të Allahut El Qayyum. Pra jo vetëm që qëndron me veten e tij dhe mban veten e tij dhe nuk ka nevojë për askënd, që ky është kuptim që kanë rënë dakord, mirë po shumica kanë thënë që parsorësht përdoret kuptimi i dytë, që është El Qayyum, pra që kujdeset dhe mban krijesat. Argumentet nga Kurani dhe Sunneti, pra janë disa që tregojnë domethënë për këtë emër. Edhe tregojnë për këtë përshkrim pra dhe për këtë komentim që i kanë dhënë dietarët. Ajeti i parë: Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Vallë, ai që merret me furnizimin e të gjitha krijesave dhe është mbikëqyrës i të gjithë shpirtrave për gjithçka që ato bëjnë. Pra kuptimi domethënë i këtij emri, ai që kujdeset për krijesat dhe për furnizimin e tyre. Gjithashtu Allahu thot: "Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih." Pra nga argumentet e tija është se qielli dhe toka qëndrojnë me urdhrin e tij. Pra Allahu e mban qiellin dhe tokën, pra qejt dhe tokën, që të bien dhe që të shuhen. Pra ai kujdeset për qëndrimin dhe mirëqenien e tyre. Që Allahu subhanahu wa taala e ka mirëqenien dhe kujdesin e krijesave të tija, nuk lëviz asgjë vetëm se me lejen e tij dhe nuk ndodh asnjë gjë vetëm se me dëshirën e tij. Dhe ky kuptim përfshin gjithashtu cilësinë e Allahut as-Samadiyya, siç e kemi në surën El-Ikhlas: Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Kjo fjalë Samad, ky emër, ka cilësinë e Allahut, pra që të gjithë krijesat mbështeten tek ai dhe kanë nevojë për atë. Dhe me të njëjtin kuptim është dhe ky emër i Allahut El Qayyum,
pra që të kujdeset për krijesat dhe të gjithë krijesat kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall, dhe që Allahu është ai i cili i mban ato. Dhe për shkak se krijesat janë mbështetur tek ai në nevojat e tyre, kjo cilësi gjithashtu tregon për fuqinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Pasi ai i cili ka fuqi absolute mund të kujdeset për krijesat e tija. Gjithashtu, ky emër dhe kjo cilësi e Allahut, pra El Qayyum, përfshin gjithashtu dijen e tij të përsosur, Jalla fi ula. Sepse nuk mund të jetë Allahu i cili kujdeset për krijesat vetëm nëse është i gjithditur për gjendjet e tyre. Pra ai kujdeset për nevojat e tyre duke e ditur me dije të plotë dhe të përsosur çdo gjë që ato kanë nevojë, çdo lëvizje e tyre dhe çdo gjendje e tyre. Gjithashtu, kjo cilësi tregon për drejtësinë dhe vendosjen e gjërave në vendin e duhur. Pra kjo cilësi e Allahut, El Qayyum, El Qayyumia, tregon drejtësinë dhe vendosjen e gjërave në vendin e duhur, sikur se thot Allahu: Shahida Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Pra dëshmon Allahu se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, dëshmon dhe me lajket dhe dietarët se ai subhanahu wa taala i mban dhe kujdeset për krijesat, pra me urtësi, me drejtësi, dhe i vendos çdo gjë në vendin që i takon. Kështu që përfshin gjithashtu edhe cilësinë e drejtësisë së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, kjo tregon, pra kjo cilësi e Allahut është se ai është i pari që ka qenë, para çdo gjëje, i cili nuk ka fillim. Sikur se ka treguar Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, ennehu alladhi la yahul wa la yazul, yani alladhi la yafna subhanahu wa taala. Pra, Allahu është ai i cili nuk ndryshon dhe nuk vdes, pra jeta e tij është e plotë dhe e përsosur. E tregon kjo cilësi e Allahut faktin që ai është i pari i cili nuk ka fillim, fakti që nëse nuk do të ishte i pari, atëherë çdo gjë tjetër nuk do të shndronte dot pa të, subhanahu wa taala. Në moment që ne themi që ai kujdeset për çdo gjë, automatikisht kjo cilësi na tregon edhe për mbajtjen e cilësisë tjetër, që ai është i pari dhe që nuk ka pasur para tij Jalla fi ula. Pra, përfundimi që dalim është që këto dy emra të Allahut, El Hayy El Qayyum, përfshin, pra në përputhje dhe nëse mund themi, obligojnë pohimin në vetvete, këto dy emra pohimin të shumë cilësive të tjera të përsosura dhe të plota të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye, këto dy emra të Allahut, El Hayy El Qayyum, janë emra gjithëpërfshirës të çdo cilësie të përsosmërisë së Allahut subhanahu wa taala, siç na tregon dhe Ibn Qayyim në An-Nuniyya, një nga poezitë e tij të Ibn Qayyimit, pra e pohon dhe e tregon këtë gjë që këto dy emra të Allahut
janë emra gjithëpërfshirës, të cilat tregojnë çdo cilësi të përsosmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ti shikosh cilësitë e tjera të Allahut subhanahu wa taala, do të kenë një përshtatje dhe do të kthehen te këto dy emra të Allahut. Pra, jeta e tij e përsosur dhe fakti që ai është që nuk ka nevojë për askënd dhe qëndron në veten e tij dhe me veten e tij pa pasur nevojë për asgjë, dhe të gjithë krijesat janë nevojtare për Allahun subhanahu wa taala. Pra po të shikosh cilësitë e tjera, kthehen te këto dy emra për shkak se këto dy emra tregojnë përsosmërinë e plotë të Allahut subhanahu wa taala në çdo cilësi të tij. Edhe nëse kanë thënë që emri El Hayy i Allahut, pra këto dy emra kanë bërë një ndarje, kanë thënë emri i Allahut El Hayy, pra i gjalli, dhe cilësia e jetës së tij të përsosur, pra është e lidhur më shumë me ato cilësi që thamë që janë të pandara të Allahut subhanahu wa taala. Nëse emri El Qayyum është e lidhur më shumë me ato cilësitë veprore që thamë, sikur se treguam që shumica e dietarëve ishin, pra që kuptimi më i përafërt është që Allahu është ai i cili i mban dhe kujdeset për krijesat e tija, kështu që kjo cilësi e Allahut kanë thënë është cilësi veprore. Gjithashtu madhështia e këtyre dhe e dy emrave është sepse ka argumente që tregojnë për këto emra, pra që mund të jenë prej emrat e Allahut apo emri i Allahut më i madh, El Hayy El Qayyum, i cili nëse i lutesh me të, ai të përgjigjet. Kështu që kemi parasysh që këto dy emra, në kaq sa folëm, që na morën një mësim të gjithin, pra janë emra gjithëpërfshirës dhe janë emra në vetvete madhështor. Nuk saktësohet, po themi, që të jetë e prerë që kush është emri më i madh i Allahut, mirë po, edhe këto dy emra janë përmendur, kështu që luteni Allahun me këto emra. Dhe unë lut Allahun me këto dy emrat e tij El Hayy El Qayyum që të na e bëj këtë dije që e marrim të dobishme, e të na mundsoj të veprojmë dhe të punojmë me të sa të kemi mundësi, e të na ruaj ne, të na i ruaj fëmijët tanë, dhe t'i ruaj muslimanët kudo që ndodhen. Dhe është për blefën të mira. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.